Mbështetja me financim të drejt për drejt të subvencionit të naftës është një komponent i rëndësishëm i skemës kombëtare 2025 që minimizon kostot e fermerëve për punimet e mekanizuara në fermë. Edhe këtë vit, nafta do të shpërndahet nëpërmjet pagesës me lek për hektar, një llogari bankare të çdo fermeri aplikues e përllogaritur në bazë të normativave të konsumit të naftës për sipërfaqe më të mëdha se 1 hektar. Kjo do të realizohet gjatë gjithë vitit, duke synuar dhe formalizimin më të qartë të fermerëve në këtë skemë. Nafta pa taksa për bujqësinë ka qenë një mekanizëm i rëndësishëm për uljen e kostove të fermerëve në bujqësi, nxitjen për mbjellje, si dhe formalizimin e tyre si e vetmja formë për të qenë përfitues. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën të ditur se fermerët me sipërfaqe më të mëdha se 10 hektar do të përfitojnë 50% të masës së financimit për çdo hektar të mbjellë me kultura bujqësore. Aplikuesit në grupimet e bashkimit të fermerëve do të përfitojnë të parë dhe secili prej tyre do të marrë në llogari të veçantë masën e financimit në nivelin maksimal. Fermerët që duan të përfitojnë pagesa kesh për naftë në bujqësi duhet të bëjnë aplikim online deri më datën 30 maj 2025.